Zvarritja e proceseve gjyqësore në gjykatën e Fierit si pasojë e mungesës së sallave të mjaftueshme për gjykim, ka prodhuar drejtësi të vonuar, ndërsa puna e gjyqtarëve është cilësuar siç njerëzore nga kreu i kësaj gjykate, Noel Veizi. Në një takim me gjimnazistë, aktivistë të shoqërisë civile dhe gazetar në kuadër të ditës botërore të drejtësisë, kreu i kësaj gjykate, duke u përgjigjur kritikave nga të pranishmit për zbardhjen dhe vonesat të vendimeve gjyqësore, ka rikujtuar ngërçin që shkakton këtë situatë. Mungesa e sallave të gjykimit ose thënë ndryshe refuzimi i lejes për ndërtimin e një gjykate të re është sipas kryegjyqtarit të Fierit shkak për drejtësi të vonuar. Përveç kësaj, gjykata përballen edhe me probleme të tjera konkrete që ndikojnë drejt për drejt në punën tonë të përditshme. Ka mungesë sallash gjyqësore, ka mungesë zyrash dhe ambientesh të përshtatshme pune, ndërsa stafi administrativ shpesh nuk është i mjaftueshëm për të përballuar volumin e përditshëm punës. Në shumë raste mungon edhe siguria e nevojshme në ambientet e gjykatave, gjë që krijon shqetësim jo vetëm për gjyqtarët dhe administratën, por edhe qytetarët që hyjnë çdo ditë në këto institucione. Megjithatë, pavarësisht këtyre vështirësive, sistemi gjyqësor ka vazhduar të funksionojë. Gjyqtarët dhe administrata gjyqësore ka punuar me përgjegjësi dhe sakrificë për të përballuar një ngarkesë të jashtëzakonshme dhe për të garantuar vazhdimsinë e drejtësisë. Por është e qartë se për të rritur besimin e publikut tek drejtësia nuk mjafton vetëm fjala. Duhet të ketë veprime konkrete. Duhet më shumë mbështetje për gjykatat, më shumë siguri për ambientet gjyqësore, kushte më të mira pune dhe plotësim të nevojave reale të sistemit. Duhet një menaxhim më i mirë i stokut të çështjeve dhe plotësim sa më i shpejt i vakancave të gjykatave. Po aq e rëndësishme është që sistemi gjyqësor të mbrohet nga çdo presion politik apo ndikim i jashtëm. Një drejtësi e pavarur është themeli i shtetit të së drejtës dhe garancia më e madhe për qytetarët. Në këtë ditë dua të falenderoj të gjithë gjyqtarët dhe stafin administrativ për punën dhe për kushtimin e tyre në kushte jo gjithmonë të lehta. Sfida kemi ende shumë, por detyra jonë mbetet të vazhdojmë të punojmë me ndershmëri, profesionalizëm dhe përgjegjësi ndaj qytetarëve dhe ligjit. 2822 dosje gjyqësore janë në pritje të çeljes së procesit gjyqësor prej 5 vitesh në gjykatën e Fierit. Siç shihet në tabelë, çështjet e mbartura përgjatë 5 viteve të fundit shtohen mesatarisht me 300 në një vit, por përveç mungesës së infrastrukturës, gjykatës së Fierit i mungojnë dhe gjyqtar, pasi nga 21 gjyqtar që parashikon organika, në punë janë aktualisht 14. Zvarritja e proceseve gjyqësore prek dosjet civile për të cilat nuk ka afate të paracaktuara të kohës së përfundimit të gjykimit. Edhe për problematikat që kemi ne si magjistrat. Problematika të infrastrukturës, mungesë sallash, mungesë zyrash për gjyqtarët, stok shumë i madh dosjesh, punë e palotshme e magjistratëve, pjesës më të madhe të tyre, me gjithë problematikat që ne kemi qofte edhe brenda nesh, sa i përket mesazhet që duhet t'japim në publik për një drejtësi cilësore dhe të shpejtë, unë mendoj që me gjithë problematikat, drejtësia po ecën në rrugën e dur.